Mesht sot në përputhje me kushtetutën, në përputhje me 3 aktgjykime të gjykatës kushtetuese, kam mandatuar zotin Glauk Konjufca, kandidat tjetër për kryeministër, ashtu siç qartë e kërkon dhe përcakton edhe neni 95.4, por edhe vet praktika e gjykatës kushtetuese. Mandatimi i zotit Konjufca është gjithashtu në përputhje me përgjegjësinë tjetër, të cilën gjykata kushtetuese ja ka dhënë presidentës në po të njëjtat aktgjykime. Respektivisht, përgjegjësinë që presidentja të ruaj stabilitetin e vendit duke shmangur zgjedhjet. Para, qytetarët kanë humbur mjaftueshëm nga moskrijimi i institucioneve. Dhe përtej paragjykimeve politike, si presidente e Republikës, kam konstatuar se verdiktin final, në qoftë se i mandatuari për kryeministër i ka votat e nevojshme për shumicë apo jo, e japin 120 deputetët e Republikës së Kosovës, të cilët sipas kushtetutës dhe të rikonfirmuar në një sër aktgjykimesh kanë vullnetin e lirë dhe jo detyrues të votojnë pra ashtu siç dojnë vetë.